Pas çdo gruaje shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar fshihet një histori guximi, largimi, rindërtimi, luftimi dhe afirmimi. Ka ardhur koha që këto historitë mos përshpëriten më, por të tregohen me krenari. E ftuara jon sot është një vajzë që ka ditur të lëvizë, të përshtatet dhe të ndërtojë veten në realitete të ndryshme. Asnjëherë nuk e ka humbur identitetin e saj. Është një zë drejt për drejt, me mendime të qarta dhe me guxim për të shprehur ato. Jessica është një influencer dhe një businesswoman, por ajo që i dallon më shumë është karakteri i saj i drejt për drejt dhe guximi për të shprehur qartë idetë e veta. Në rrjetet sociale ai ka ndërtuar një komunitet i cili e ndjek komunikimin e saj pa filtra. Rrugtimi i saj mes vendeve, kulturave dhe stileve të ndryshme të jetesës flet për shumë guxim, për përshtatje dhe vendime që nuk kanë qenë gjithmonë të lehta, por kanë qenë të sajat. Dhe për këtë ne do të flasim sot. Jessi, faleminderit që je me mua sot. Shumë faleminderit për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe për mua të jem këtu, edhe për këtë intro kaq të bukur që më përshkruan. Shumë faleminderit, është kënaqësi. Ishte gjitha shumë e sinqert. Jessi, ti ke jetuar mes 3 shteteve, 3 kulturave dhe 3 realiteteve të ndryshme. Po. Si erdhi momenti i largimit nga Italia? Momenti i largimit nga Italia ka qenë shumë i vështirë, siç e the edhe ti vet, po flasim për 3 shtete, sepse unë u shkëputa nga Shqipëria kur isha 3 vjeçe, isha shumë e vogël, edhe pothuajse gjithë jetën time kam kaluar në Itali. Para 5 viteve arriti momenti për të shkëputur dhe për të ardhur në Angli. Ma bën zemra kur po flas. Edhe kur folëm bashkë ishte një pjesë emocionale për ty. Shumë. Ka qenë periudha e Covidit. Unë atëherë punoja në emergjencë, edhe situata në Itali ishte jashtëmase shumë e vështirë. Unë isha vetëm. Mamin e kisha në Angli, vllajin po gjithashtu, edhe motrën. Një telefonat, më tha mami, Jessi, rregullat po ndryshojnë, tani do marrësh një vendim, sepse o do qëndrosh në Itali, o do vish një herë për gjithmonë në Angli, sepse përndryshe nuk do të jepet më mundësia që të bësh letrat se Anglia po dilte nga Evropa. Po. Bëm biletën, unë nisa për në Angli. Kur arrita, të merr. Koha nuk më pëlqente, vendi nuk më pëlqente fare, nuk më dukej sikur unë nuk po përshtatesha as pak me atë realitet. Mesha trenin e thosha vetes, pse vrapojnë gjithë, çka në gjithë që po vrapojnë kështu? Se në Itali nuk ishte kështu? Jetesa në Itali është shumë e qetë. Në Itali është ajo që thonë, il dolce far niente. Do me thënë ti jeton edhe kupton kënaqesh, por për mua që shumë e vështirë, sepse shkëputja nga Italia për mua do të kishte një kuptim shumë të madh, që ishte do lesh gjithçka pas. Shoqëritë, stilin e jetës, profesionin, edhe do fillosh komplet prap nga e para. Një gjuhë e re, një lifestyle i ri, njerëz që ti nuk njeh, edhe thjesht dokumenta që më kanë zgjatur, sa më kanë zgjatur dokumenta. Ishte sfiduese, po? Shumë, jashtëmase shumë. Po mënyra e jetesës dhe ana emocionale, të mungonte Italia, shoqëria atje, ti sa po e thej që të mungonin, por çfarë të mungonte më shumë, po themi, rutina ditore, klima, mënyra se si ti jetoje atje, apo ajo rëndësia jote që kishe, për shembull atje kishe një profesion, kishe diçka të ndërtuar tashmë. I ke përmbledhur të gjitha dhe të gjitha më mungonin. Gjithçka. Po. Kolegët, raporti që kisha me kolegët e mi, ajo rutina që unë kisha ndërtuar dhe që më ishte dashur aq shumë që ta ndërtoja, sepse kujtojmë që edhe Italia prap nuk ishte vendi im. Do me thënë, unë sado që e vogël kam qenë, aty jam rritur edhe me atë frym jam rritur, me kulturën italiane, prap më është dashur, sepse unë isha gjithmonë ajo vajza shqiptare, në një komunitet që nuk më përkaste, sepse unë nuk isha italiane, unë isha l'albanese. Dhe gjithmonë kjo gjë ka ndikuar shumë, në studime, në shkollë, kur kam bërë provimet për të hyrë në vendin e punës, kur kam bërë provimin e parë, mbaj mend, për një vend pune ishim 60.000 veta. Wow. Edhe i kam thënë vetes, dhe e ke fituar ti? Çfarë po bëj unë këtu? Por që kur mos u dorëzo sepse unë e fitova, edhe atë vend që unë e fitova, e kisha me një krenari aq të madhe
Normalisht, që askush tjetër nuk e kupton përveç se kur ti je në atë situatë. Kur edhe Thonë është thjesht një punë, por ndërkohë ti që ndoshta ke luftuar 2 fish apo 3 fish, është diçka shumë e madhe. Tamam. Dhe është si një trofeu. Shumë e Bravo vërtet. që e ke marrë. Edhe kur arrita që unë vërtet po e shijoja të gjitha të mundim që kisha bërë, që t'ja vlenin studimet, t'ja vlen të gjithë shka, unë e lash. Sepse unë nisa për në Angli. Jeta është kështu apo jo? Është jeta, por gjithçka ndodh për një arsye. Po. Edhe mbaj mend kur mora në telefon menaxherin tim se nuk u ktheva fare në Itali. Mbasi unë preva atë bilet, unë nuk u ktheva. Ideja ishte që do merrsha pak kohë për veten time, ta shifja një herë Anglinë dhe pastaj të kthehesha. Ata u treguan, sorry që të ndërpres, ata u treguan mirëkuptues me ty si ishte. Absolutisht shumë mirëkuptues. Sepse kjo tregon shumë, mendoj edhe që ti kishe lënë vetes një vend aty dhe ata të kanë pritur dhe kjo është shumë e rëndësishme. Si libra që jam, në shenjën e horoskopit, jam një vajzë që do shumë kohë që të marrë një vendim. Do me thënë, do analizoj gjithë pro e në kontro që të vendos cila është më e mira. Kështu që gjithmonë dua që ta kem një derë të hapur. Edhe thash, okay, unë do shkëputem, do shoh një herë si që është Anglia, pavarësisht fjalët të mamit që gjithsesi do ta ndash mendjen. Jo andej, nuk ka rrugëthimi më. Edhe mbaj mend mora menaxherin në telefon, se ai priste që, okay, do kthehem, kur do kthehem, çfarë mendimi do marr. Po. Edhe i thash, dëgjoj, thash, unë do t'jap letrën do ta firmos letrën, i thash, për dorëheqje nga puna. Jo, më tha mua. Ti, më tha, unë këtë bisedë, zëre se ne nuk e kemi bërë. Tha, të lutem merr edhe një javë kohë dhe mendoj. O, të lutem, i thash, mos ma bëj edhe më të vështirë se sa që kam. Edhe të them të drejtën, kjo është një diçka shumë e veçantë që nuk e din asnjëri. Vendimi ishte që të ikja nga Anglia, mos të qëndroja. E kisha marrë vendimin, mami më tha, nuk mundem, nuk di çfarë të të bëj. Nëse ty ky vend nuk të pëlqen, unë nuk mundem që ty të mbaj këtu. Pavarësisht dëshirës, besoj nga ana saj Absolute, sepse ishin shumë të lidhura bashkë. Po çfarë ndodhi? E kishim vuajtur shumë atë largimin njëra me tjetrën. Edhe një ditë para se unë të nisesha, isha me vllajin, edhe më thot mua, të lutem mos më lër. Kjo ishte. Edhe nuk e lash. Wow. Iku bileta, Kjo është. edhe fillovi jeta prap. Nga e para, në një vend të ri. U vendos përfundimisht që ti e prishe biletën dhe nuk u ktheve në Itali. Do me thënë, unë isha e humbur. Ajo shpreja që më tha vllai, të lutem mos më lër, për mua që si kur dikush të kishte bërë kështu, edhe të më kishte zgjuar nga gjumi, që ktheu në realitet. Ndoshta ajo ishte shenja. Ktheu në realitet, Gjesi. Sepse nuk e di nëse ndodh për ty, për mua për shkakun ndodh që gjithmonë kur jam përpara vendimeve, patjetër është peshorja, po është edhe ajo që ti pret për një shenjë. Ndoshta unë këtë e perceptoj si shenjën e madhe ndoshta, dhe sa mirë që ta dha. Si ka nisur gjithçka për ty në botën virtuale? Ne e dim pak a shumë, por kur ti e ndjeve, ti vetë kur e ndjeve që ishte ajo kthesa e madhe, që the, okay, unë dua ta bëj këtë gjë, dua ta vazhdoj, ose kisha uri për më tepër? Bota virtuale, pjesa të krijimit të content, ka qenë një diçka që më ka pëlqyer gjithmonë shumë. Siç e tham më përpara, një diçka që është e shkruar që të ndodhi, të ndodhi. Mundoju ta shmangësh sa të duash ti, ajo do të ndjeki nga mbrapa dhe të ndodhi. Por çfarë që Chelsea, thjesht një aplikim që i meriton ato meritat që ka, kur unë bëra aplikimin për tek emisionin në Love Island, edhe gjithçka ndryshovi. Sepse pjesëmarrja ime në atë format që si një lojë, që hajt, okay, do dali ku do dali, do me thënë unë do ta marr si eksperiencë. Nuk kisha asnjë përpishmëri më tej, sepse unë kisha profesionin tim. Nuk është se po hecja me idenë që të bëhem dikush në botën e televizionit. Unë profesionin tim e kisha. Kjo që thjesht një shkoputje nga rutina ime, që doli në një mënyrë shumë të papritur, duke më dhënë një audiencë që e dashuroj, e vlerësoj, dhe normalisht që jam mirënjohëse sepse ai format ma ka dhënë. Nuk s'ka, por që jam shumë e kënaqur sepse përtej ato që mund të jenë disa dele të zeza, le t'i quajmë. Po, patjetër, gjithmonë ka disa mënyrë që janë sepse dalin në pa delet e bardha. Pikërisht. Atë do të thoja, jam shumë mirënjohëse sepse audienca ime është më jep shumë. Jam shumë e kënaqur për të. Nuk
Ti si e kujton si experience, do thoja, unë të mbaj mend dhe ta thash dhe kur u takuam, unë nga ty mbaj mend një sy të patrembur, një guxim për të folur, dhe mendoj që kjo ka qenë arsyeja ose ajo pika kyçe që publiku u dashurua me ty, në kuptimin e plot fjalës. Kjo është totalisht e vërtetë dhe e sinqert nga ana ime, unë po ta them, unë nuk e mendoja kurrë, unë e mbaj mend momentin kur ti ke hyrë atë natë, domethënë e mbaj mend kam qenë duke parë televizor, ty që ke hyrë edhe ka pasur diçka ndryshe të ajo hyrje, nga hyrjet e tjera, edhe ai guximi, siç ta thash dhe kur folëm, guximi për të folur aq hapur, për tema dhe tabu, për tema edhe që në Shqipëri janë pak, duhet ta pranojmë, jo shumë aktuale, apo jo çdo kush do fliste hapur për to, por domethënë zëri jot i fortë, ku e ke gjetur atë guximin që gjithmonë ta thuash mendimin tënd? Ka kjo një shkak ose apo është thjesht natyra jote? Besoj që sigurisht është natyra ime, bëm pjesë tek natyra ime, të jem gjithmonë shumë e vendosur dhe shumë e drejtë për drejtë. Fatkeqësisht do thoja unë, sepse në botën e sotshme të jesh njëri e drejtë për drejtë nuk është e pëlqehet gjithmonë. Por, siç thash edhe më para, unë hyra në atë format thjesht si një eksperiencë. Unë nuk isha në kokën time idenë që të zbrisja në kompromise për të arritur diçka me asnjëri në botë. Unë hyra që të bëja eksperiencën e Gjesit, jo që të bëja një kompromis me dikë për që... Jo, absolutisht, ajo nuk ishte fare as pak e konceptueshme në kokën time, edhe kjo ishte e tëra. Ndoshta originaliteti dhe të jem vetvetja, edhe me këtë frymëzim më kanë rritur, do të thoja. Po, sepse këtu doja të dilja, domethënë gjithmonë. Besoj se ka diçka gjatë rritjes tënde që ta ka dhënë këtë, ose ndoshta ajo që thesh parë, që them më parë për në lidhje me të qenit l'albaneze, që ti ndoshta gjithmonë ke dashur ta thuash atë fjalën tënde, të dallosh mbi të tjerët dhe ta thuash mendimin tënd pavarësisht se si vjen masës edhe shumicës njerëzve. Shumë e vërtetë. Me që jemi akoma këtu, kur mendon për periudhën tënde në televizion dhe kur mendon për njerëzit që të kanë mbështetur, ke ti një emër që e ke ndjerë shumë të ngrohtë dhe shumë pranë vetes, ose thjesht një suport të sinqert nga bota e televizionit? Njëri që bëm pjesë e ke fjalën tek bota e televizionit. Po, që ka qenë në atë eksperiencën tënde, por që e mban mend që të ka dhënë një këshill shumë të vyer, apo që ndoshta të ka ndihmuar dhe më pas me... Në qoftë se ti do ta shohësh këtë podcast, në ty e kam, sigurisht që ka qenë një person, edhe mbaj mend që ka qenë në momentin më të vështirë që unë kam kaluar brenda në atë format. Ai ka qenë Berti, sepse ditën të nesërmen, bas mesazhit që më kishte dërguar mami në emision, unë e kisha ndarë mendjen, unë që këtu të dalë. Po. Edhe u zgjova në mëngjes, nuk e di se ne nuk kishim orën, po ishte shumë herët në mëngjes sepse akoma as dielli nuk kishte lindur, edhe mbaj mend ishte vetëm zhurma e detit rreth meje, e kam zgjuar të gjithë të shkretën nga gjumi, e mëra mikrofonin thash, Berti do flas me ty, unë do iki tani që sot. Qa ke më Jessica, ma për mu, qëfar ndodhi? Të lutem i thash, ne do flasin tani, unë nuk po rrim më dot këtu, ky format nuk është për mua dhe unë nuk po kuptosha më se çfarë po ndodhte, apo bëja gjën e duhur, a isha vërtet duke ndjekur ndjenjat e mia, apo isha duke gabuar gjithçka. Apo duke u përfshirë në atë vorbullën që ndonjëherë vorbulla të merr dhe ti nuk... Kur je jashtë asaj, ke dashur të veçohesh edhe... Edhe atë mëngjes, unë dola, nuk dola nga vila, po aty te hyrja e vilës, ai po më priste më tha, qetësoju, kujtoju se kush je ti. Edhe më bëri një përshkrim shumë të bukur ku unë e gjeta veten time. Më tha, ti je ajo Jessica e vendosur, ti je ajo Jessica e edukuar, je ajo Jessica që ka studiuar, që ka luftuar për atë që don. Pse po heq dorë tani? Mos e bëj këtë. Unë jam këtu për çdo vendim që ti do të marrësh, por mendoju Gjesi. Edhe në heshtje e ktheva kokën e përçafova çajta një çik, fshiva lotot, u ktheva brenda në vit, thash, "Okej, fillojmë prap kapitullin tim." Unë e fillova këtë rrugë tim, pse ta lej, pse ta ndërpres? Kështu që po, ai ka qenë një ndër personat që ishte pjesë totalisht i formatit, që vërtet më ka dhënë një ndihmë shumë të madhe në atë moment, se unë isha në një realitet që nuk më përkaste, nuk ishte fare e imja bota e televizorit, fare. Unë nga ana tjetër po prezumoj që bëhet fjalë për Albert Dumanin. Po, patjetër, Berti jon. The one and only. E përshëndesim.
Gjesi, sa ndikim ka rrjetet sociale tek ti dhe si e percepton ti figurën që ke formuar dhe çfarë do ti përcjellësh? Ne jemi këtu për vajzat, pa audiencës që të ndjek. Çfarë vlere do që ato të marrin nga Gjesi? E para punës për mua rrjetet sociale nuk kanë një diçka, nuk janë, më fal, një diçka ku unë mundohem që të jem dikush tjetër. Rrjetet sociale për mua janë thjesht një pasqyrim të realitetit tim. Edhe kjo është arsyeja sepse kritikohem edhe ndonjëherë sepse jam shumë drejt ose flas shumë hapur, ta shpreh mendimin nuk e shkoj shumë rreth e rrotu, më kupton, jam shumë straightforward, e mendoj ta them that's it. Më pëlqen ja ku jam, nuk më pëlqen, do ta them, do ta shprej, edhe nuk do ta mbaj. Kështu që se si jetoj unë rrjetet sociale, ajo është një diçka shumë natyrale. Kam një diçka që dua ta ndaj edhe bëj me shumë natyralitet. Që do ta postoj këtë ose normalisht që në ditën e sotshme rrjetet sociale kanë një peshë shumë të rëndë edhe duhet me qenë shumë të kujdesshëm në kuptimin që vendos me vetdije disa gjëra që mos t'i shpërndaj. Sepse jo të gjithë të duan të mirën, edhe jo të gjithë meritojnë që të shohin disa pjesë të intimitetit të jetës time, le të themi. Edhe këto janë ato gjëra që unë i mendoj shumë para se t'i shfaq. Por në jetën e përditshme, për sa i përket, le të themi, çfarë mendimi kam për ndonjë gjë, ose më pëlqen kjo, nuk më pëlqen ajo, çfarë veshje, një brand ose një diçka, me shumë kënaqësi e ndaj, edhe madje në qoftë se kjo më mundëson që unë të mbështes dikë që po mundohet që të arrit diku, më vjen akoma më mirë. Unë e di pse bëm këtë pyetje, sepse unë kam vërej që ti mbështet njerëz dhe aty, ndoshta edhe pa kushte ndonjëherë. Thjesht fakti se të pëlqen dhe më pëlqen shumë kjo liria jote që ke. Thjesht pëlqen diçka dhe nuk do të bësh shumë kompromise. Thjesht e thua, sikur se e the. Domethënë dhe njerëz që ndoshta nuk janë afirmuar akoma, apo një brand, apo një diçka, ti prap ja jep suportin tënd dhe kjo është shumë gjë e bukur. Po, e bëj me shumë kënaqësi sepse shoh veten time. Atëherë kur unë isha Gjesi që po mundohej që të ndërtonte diçka, Gjesi që po mbytej në studime dhe po mbytet akoma në studime për të përparuar në atë dijen që unë kam rreth infermierisë, rreth estetikës, rreth të gjithave, e di se çfarë do të thotë, e di se sa lot do derdhësh, se sa mund ka, se sa harxhim energjiesh ka, dhe në qoftë se unë kam atë mundësi që të mbështes dikë, e bëj me shumë qejf. Ama jam edhe gjithashtu në vetdije që ka shumë njerëz që më duan për Gjesikën e Instagramit, për njeriu që unë përfaqësoj, jo për njeriu që unë jam. Që duhet pa kujdes ta dallosh dhe realisht kur të shoh ty duke kërcyr apo duke bërë, domethënë fan Instagram apo thjesht duke u paraqitur, domethënë shumë happy, arrit ta kuptoj Gjesin brenda teje dhe prandaj po të them, ti mendon se shumica ty të kuptojnë këtë Gjesin që njohim ne dhe që unë përshkrova në fillim, apo sikur se the tani shumica e mendojnë pak shkurt dhe shohin thjesht Gjesin? Ka kush e mendon shumë shkurt, që nuk e mendon fare, do thoja unë, se ne e kemi këtë gjë në kulturën tonë, në kulturën shqiptare, fatkeqësisht. Na pëlqejnë dy gjëra, thashëthemet edhe kritikat. Vdesim, të bëjmë çik thashëtheme për dikë ose ta kritikojmë se po ja, ai ka çurreli aty sikur nuk rrinte tamam. Sa gjëra ka që nuk shkojnë tani. Ti ke një diçka shumë të bukur, edhe shkon e fokusohesh te çimja, por dalu një sekond. E ke kthyer gishtin tek vetja jote? Kështu që nuk më vrasin, do të thoja, në këtë aspekt njerëzit që mendojnë negativisht, sepse un jam shumë mirë në vetdije që nuk jam perfekte. Edhe kjo më bën të veçantë, sepse un nuk jam perfekte. Kjo është veçantia ime. Dhe kush më pëlqen është shumë i pritur të më pëlqej që të ndajmë emocione pozitive bashk. Kush nuk më pëlqen është shumë okay, se unë për shembull do ta kthej prap gishtin nga vetja ime, okay? Jam duke bërë scroll në Instagram ose në TikTok, ku të jetë. Shoh një diçka që nuk më pëlqen. Ajo nuk shkakton brenda meje një urrëtie që unë të ndalem edhe ta shaj atë person.
nuk më pëlqen, As ta komentosh vazhdoj. Kështu që nëse ne analizojmë këtë gjë, fakti që dikush për shembull ndalet edhe bën një koment negativ, do me thënë harxhon kohën e tij ose kohën e saj, mbrapa një profili që mund të mos jetë as i vërtet, profil fake, kështu që ti je që tani duke mbuluar veten tënde. Edhe je duke harxhuar kohën tënde për të shkruar një koment negativ, ti po më lën që të nënkuptoj që un kam shkaktuar diçka brenda teje që ty të ka bezdisur jashtë mase. Pse? Sepse ti nuk e ke. Ka që thjesht është. Pse duhet të ndikoj mua nga kjo? Jo, do vazhdoj. Edhe kam lexuar një shprehje para disa ditësh shumë interesante që kur fillon dhe të shohësh që njerëzit të kundërshtojnë, je në rrugtimin e duhur. Po, kjo është shumë e vërtet. Dhe ti çfarë do i thoje personave që të gjykojnë ose duan të ulin në rrjetet sociale? Qëndroni, hapni edhe disa profile të tjera sepse ka edhe më content që po përgatisim. Edhe një përshëndetje, një puthje nga larg. Ne folëm pak për shtysën tënde më të madhe për të qëndruar në UK, por tashmë ti e klasifikon Anglinë si një vend tranzit apo si shtëpinë tënde? Kjo është një pyetje shumë interesante. Të më kishe pyetur para 5 viteve, e shef veten në Angli, do të kisha thënë jo kurr. Sepse unë isha shumë mirë në Itali. Kështu që e njëjta gjë mund të ndodhi sot. Unë për momentin e ndjej veten time pjesë e këtij realiteti. Kam arritur që të përshtatem edhe e di që ka akoma rrugtim për të bërë, por që kam gjetur atë balancën time, jam shumë e kënaqur edhe po mundohem lart edhe më lart siç themi ne, sepse duhet të kemi ambicie në jetë. Por që jetës kurrë nuk i dihet. Mbase një të nesërme del që do filloj jetën prapë në Shqipëri. Ose do kthehem në Itali. Në qoftë se ti më pyet, Gjesi, do kthehesh tani? Atëherë do të thoja jo. Sepse tëra i mundim që më ka kushtuar që ta filloj prapë nga e para këtu, nuk do ta çoja dëm kurrë që të kthehesha mbrapsht. Do e shija sikur, po bëj një hap mbrapa edhe no, nuk ja vlen se dhe nuk ka qenë lehtë, dhe janë vite, dhe janë investime, dhe unë personalisht mendoj që ti po shkëlqen më shumë këtu. Nuk e di, unë e mendoj realisht të gjë. Unë kam një merak shumë të veçantë, në fakt, gjithmonë edhe me bashk organizatorën e këtij podcasti, ne gjithmonë flasim për femrat që vinë në UK, si e përjetojnë ato fillimin. Ti na tregove tani, është plot sfida dhe ti nuk do të kthehesh mbrapsht tani sepse ke sakrifikuar për të qenë këtu. Ti çfarë do i thojë një vajze që po themi ka një muaj që ka ardhur në UK dhe po përballet me këtë motin që ne tashmë jemi mësuar dhe na duket normal, me kafe që nuk janë si në Itali dhe në Shqipëri, me atë vetmin, me atë nuk është shoqja aty mbrapa telefonit që ti ta marrësh e të thosh do vish te kafja apo kolegu të puna që ta njeh si e rritur apo nuk e di, shumë gjëra që ti ke në vendin tënd ku je rritur apo ke lindur. Çfarë do i thoje? Do t'i thoja që të kuptoj e para punës. E di që nuk është e thjeshtë, por nëna Nadirja thot gjithmonë që gjërat e mira bëhen avash avash. Kështu që moti nuk është i mirë, shoqëria është e vështirë për t'u rindërtuar nga e para, por që do ja dalësh, sepse e ke bërë tërë këtë mundim për të ardhur gjeri këtu, është shumë e thjeshtë që të kthehesh mbrapa. Të hecësh përpara është ajo që të kërkon energji edhe përkushtim. Mos e ço dëm. Kaq. I love it. Edhe unë nuk e çova dëm asnjëherë, as ti. Ja ku jemi. Pikërisht. Ty të vetë, çfarë t'jep forcë që të mos dorëzohesh në momentet më të vështira? Se momentet vështira kanë, nuk do ka për ditë. Jemi human. Patjetër. Kush është forca jote? Familja. Absolutisht. Familja, edhe ta them pa më lëvizur çerpiku fare, sepse familja ka qenë gjithmonë motivimi që më ka shtyer të bëj zgjedhjet në jetën time. Kur vllai im u diagnostikua me autizëm, unë isha studente në infermieri. Edhe atë vit, pikërisht po atë vit, më kishin vënë në tiroqinjo e quajmë ne, do të thënë në provë praktike, ti je në një repart të spitalit, ai repart ishte pediatria.
Edhe unë nuk po e gjeja veten fare, po thosha unë nuk di se si të sillem më fëmijët jam aq e mësuar me të rriturit që e sheh një diçka kaq të brishtë, e sheh që po vuan, nuk di, unë po thosha kjo definitivisht nuk është vendi për mua. Vllai u diagnostikua me autizëm edhe filluan sfidat. Do gjejmë një specialist, do gjejmë dikë që të na këshillojnë cila do jenë terapiat më të përsosura, edhe aty fillova që të hyja akoma edhe më shumë në atë realitetin e pediatrisë. Vllai ishte 3 vjeç, ishte shumë i vogël. Edhe mbaj mend herën e parë kur i bën analizën e gjakut, sepse e hyra në kontakt me doktorin e pediatrisë, sepse vendi ku unë isha, Siena, shyej si njëri ndër vendet me specialistin më të mirë të Italisë për të ndihmuar fëmijët që kishin autizëm. Italia është shumë e mirë në mjekësi dhe është edhe nuk mund ta mohoj sinqerisht. Edhe mbaj mend vllain atë ditë që po bënte analizën e gjakut, ishte shumë i trembur shpirti im, edhe ai e dinte që unë isha duke studiuar për të bërë infermiere. Ai donte që unë të isha krenare për të. Edhe mbaj mend e kishte vënë krahun kështu, ajo infermiera i kishte lidhur atë elastikun, edhe më pa mua i kishte syt plot me lotë. Jam i fort, jam i fort, më tha. Edhe ka një motivim më të fort? Po. Do me thënë, aty ku unë e mendova që ai nuk ishte vendi im, ndodhi diçka që më tha Gjesi, ky është vendi jot, edhe është një arsye se pse ky është vendi jot. Prap, kur lëviza nga Italia për në Angli, unë nuk e ndjeja fare vendin tim. Po. Fare. Edhe ai më tha, mos më lër. Kështu që prap, ndodh një diçka që të tregon. Ka dhënë sinjale ndaja për ty. Gjithmonë. Familja ka qenë frymëzimi dhe motivimi më i madh edhe do jetë gjithmonë. E vlerësoj shumë dhe e respektoj këtë. Cili është mesazhi që sfidat e jetës kanë mësuar deri tani që ti do t'i ndaje me të tjerë? Normalisht një mesazh që sikurse ajo që se çdo gjë ndodh për një arsye apo gjëra të tilla. Cili është një mesazh që deri tani jeta ta ka mësuar shumë mirë? Që mos të dorëzohem. Absolutisht që mos të dorëzohem kurrë, sepse ka plot njerëz që fatkeqësisht duan që të shohin që nuk ja dole. Jo. Unë këtë kënaqësi nuk ja jap asnjëriut. Në rast të parë nuk ja jap vetes time. Sepse unë e di. Nuk e konsideron fare dorëzimin. Nuk ka, nuk ekziston. Nuk ekziston. Edhe në qoftë se, le të themi, unë përpiqem që të ndjek një rrugë që nuk po del ashtu siç unë e kisha menduar në kokën time, do të thotë që nuk është rrugë timi, po ama unë nuk do ta lej. Unë do bëj të pamundurën që ta bëj që të arri aty ku unë dua. Më mirë të të them që u mundova, por nuk doli ashtu siç doja, se sa të them u dorëzova. Për shembull, po t'jap shembullin e emisionit në Love Island, kur unë hyra aty thash, unë kjo nuk qarë dua unë këtu branda, imagjino qa fatja, ti të marrësh pjesë për herë të parë në një emision që bëhet për herë të parë në Shqipëri, e të gjesh ishin aty branda, ja, fati im. Fat quhet ai, nuk është fat, po nejse. Mënyra se si unë e përjetova aty për aty thash, qa dua unë këtu, qa po i bëj vete, se o bo ku kam përfunduar. Por që ajo që ndodhi aty brenda, pavarësisht se nuk më dha atë që unë vërtet do dëshiroja, më mësovi diçka. Më mësovi se për çfarë vërtet unë dua në jetën time. Ta shkatron atë balancën në një moment. Gjërat dhe sfidat e jetës ta shkatrojnë balancën. Arsyeja sepse ta shkatrojnë balancën është sepse po të shtyjnë, po të thonë, "Ej, nuk është ky vendi që ty të përket, kështu që mundohu, dil nga kjo zonë edhe gjej vendin tënd." Po, shumë e vërtet. Me që jemi tek sfidat, a kanë qenë sfidat e jetës të vështira dhe të ashpra me ty, si i konsideron? Besoj se fjala vetë sfidë në vetveti e përmban faktin që është një diçka e vështirë, një diçka që të shtyn, që të dalësh nga zona jote e komfortit, edhe që të transformohesh si njëri. Sigurisht më vjen në mendje, kur ti më thua sfidë, mua më vjen në mendje kur kam qenë më vogël, kur prindërit e mi janë ndarë. Ajo ka qenë një ndër sfidat më të vështira, mbaj mend motra ishte akoma më vogël, se me motrën kemi 6 vite diferencë. Më përqafovi dhe më tha, po dridhe, më tha, çfarë do bëjmë tani?
unë isha fëmijë për vete, nuk disha Sa vjeç ishe? qa përgjigje t'i jepja, se isha më duket 17 vjeçe. E ndjeja vete shumë të brisht. Unë isha duke u munduar që të ndërtoja jetën time, ndërkohë që diçka po thyej brenda në familje. Edhe thash, është shumë natyrale e para punës. E ke kuptuar që atëherë që ishte diçka natyrale? E kam kuptuar edhe do ta hap një parentez kështu. I kam thënë unë mamit, ndaju. I thash, nuk ban më kështu, ndahuni, sepse kur ti e shef që kur ti e shef që balanca e familjes është prishur, prindrit e përjetojnë në rrath të parë, absolutisht, po fëmijët e reflektojnë. Edhe ne po e reflektonim. Kur ti e shef mamin të pakënaqur, ajo gjë të reflekton edhe të ndikon edhe të mbyt si fëmijë. Edhe ti thua, okay, cila është rruga e zgjedhjes? Ku do dal unë që të shpëtoj nga kjo situatë? Ndarja, okay, ndaju. Në atë moment ishte më e mirë për ty. Ajo ishte më e mirë. Qetësia se sa të përballoj gjithë këto konflikte, do të themi. Jo, konfliktet janë pjesë e jetës. Do me thënë, me konfliktet nuk është se ti mund t'i shmangësh, ti do mësosh që ti përjetosh konfliktet. Edhe të dalësh fituese nga to. Por, në atë moment, duhet të mendosh cila është rruga e zgjedhjes. Rruga e zgjedhjes aty ishte ndarja. Edhe sot e kësaj dite unë po ta them me plot gojë që ishte rruga më e përsosur, sepse ja ku jemi. Unë i kam të dy prindrit, fal Zotin, i kam me shëndet të mirë, babin e kam në Itali, mami jeton këtu me mua, por që që vështirë ka qenë, prapë kemi arritur ta gjejmë balancën. Më mungon babi, shumë thjesht, pres biletën e avionit, shkoj në Itali. Mamin e kam këtu, edhe jam shumë me fat. Ajo është. Sfidat do t'i përballosh, nuk mund t'i shmangësh sepse prapë do dalim e do ta përsërisim se ngelem duke përsëritur. Çfarë është e shkruar për ty, do ndodhi, nuk e shmang dot. Është shumë e vërtetë. Unë mbaj mend kur ne u takuam për herë të parë, ti isha aty me mamin, edhe ishte një zoj në plot kuptimin e fjalës, edhe atë syrin pish, besoj e ke marrë nga ajo. Dhe ti duket që ke një lidhje shumë të fortë me të. Megjithatë, unë do të le ty që të flasësh për mamin, unë nga ty dua 3 fjalë, si e përkufizon ti fjalën nën, Anidën. 3 fjalë që të vinë në mendje. Unë jam në gjendje që të ta përshkruaj me një fjalë. Okej, aq më mirë. Po, një uragan. Okay. Mami im është një uragan. Është një uragan sepse brenda përmbledh gjithçka që një fëmijë do donte. Mbështetje, përkushtim. Sa herë që unë jam ndjerë që kjo gjë nuk bën për mua, edhe ajo ka qenë frymëzimi, ajo ka qenë shtyesi, kur prindrit e mi u ndan, unë pata një moment shumë të vështirë në studimet e mia sepse nuk isha fare përkushtuar në studimet, edhe mbaj mend se më tërhoqi veshët dhe më tha, çfarë po bën me studime? Do me thënë, përtej gjithë vorbullës që ajo po kalonte, ajo ishte përshënduar se çfarë po ndodhte te jeta ime. Edhe sepse ishte në një proces ku gjithçka po ndryshonte për të. Kështu që është një uragan sepse i përmbledh të gjitha aspektet pozitive që jo vetëm një mami mund të ketë, por gjithashtu një motër, një shoqe, një bodyguard, do thoja unë, sepse e di që e kam mbrojtësen time 24/7. Por ama është edhe në gjendje që si uragan ti marri të gjitha të këqijat me vete, që të lej ty që të jesh kthjellësi. Kesh është më bukur. Sa nga forca e saj mendon se vjen tek ti? Do të them, po, do me thënë, në gjeni besoj se e kemi këtë kokëfortësinë, edhe nëna Dirë ma thot gjithmonë, ama nuaj Jessica sa kokëforte që je mundoju një çik që të zbutesh pak, por zbutja e kreneçes. Besoj se këtë ka parasysh kur e thot. Por që duke parë sfidat që ka kaluar mami, edhe fakti që u kam qenë gjithmonë pranë afër saj, sepse mami ka lindur mua kur ka qenë 19 vjeçe. Ne jemi rritur bashkë, kemi shumë pak diferencë, edhe të gjitha sfidat që mami ka përjetuar në jetën e saj, un kam qenë pranë saj. Sado ti o që ti kalonin bashkë ose un thjesht të isha dëshmitare e asaj që po ndodhte. Kështu që 100% të forcës së saj, edhe kur un vetë e ndjej veten time që nuk kam mjaftueshëm
forcë që ta Fuqi. bëj këtë gjë, nuk kam mjaftueshëm fuqi, kujtohem them çka ka bërë mami im për mua. Si guxoj unë të them që nuk kam mjaftueshëm fuqi që ta bëj ose ta përjetoj këtë gjë. Nuk ka shans. Unë të thoja pa diskutim që ajo ka qenë një shkollë jete për ty. Do me thënë ti e di se çfarë jeta ka të papritura gjithmonë, po ti e di se si përballon gjërat e vështira në jetë prej saj. Dhe kjo është shumë e bukur. Nëna Nadirja, çfarë roli ka pasur e konkretisht në rritjen tënde? Nëna Nadirja ka qenë Chelsea, le të themi, që më ka mbajtur mua të lidhur me rrënjët e mia. Rrënjët e mia të Shqipërisë. Nëna Nadire është ajo që kur unë isha në Itali, shumë e vogël, duke u përpjekur që të mësoja gjuhën italiane, vinte në shtëpi me abetare, më thoshte gjuha shqipe këtu. Lexojmë letrat bashkë, Kjo është lexojmë shkronjat mrekullueshme, bashkë. me abetare. Është, po. E kam akoma në mendje sepse unë isha fëmijë, isha shumë kurioze, ajo betare, okay, kishte shkronjat, kishte letrat, po kishte edhe shumë figura dhe unë kuriozohesha rreth këtyre figurave. Njeri dhe Sokoli. Ajo e shfletonte abetaren dhe mundohesha që të ma shpjegonte. Çdo natë kur shtriheshim më tregonte pralla shqip, komplet nga fantazia saj, po të them. Nuk e di se si e shpikte ato prallat, por që ishin gjëra që përfaqësonin realitetin shqiptare. Domethënë, sado që un kam qenë larg, gjithmonë nëna Nadirja është ajo që Ta ka sjellë e ka afër. mbajtur praninë e kulturës time në shtëpi. Sepse ne jemi rritur me gjuhën italiane, shkolla, kultura, jetesa të gjitha. Ishte Patjetër, Italia, po. nuk por kjo Ajo është është kujdesur në mënyrë të veçantë që të sjellë Shqipërinë tek ty dhe Absolutisht. ti sot flasësh shqip, shkruash shqip, komunikosh dhe kjo është një gjë shumë e falsaj. bukur, që ke qenë gjithkohës jashtë dhe prapë ti komunikon në një mënyrë të shkëlqyer. Edhe me këtë do të thoja që sa rëndësi, sa e bukur është familja, do me thënë, unë kam marrë forcën nga mami, nëna Nadirja është ajo që ka mbajtur rrënjët e kulturës shqiptare brenda meje, do me thënë, nga të gjithë, unë kam marrë atë shumë që ka krijuar gjesin që është sot. Dashuri pa kushte. Kush është porosia që ajo t'jep më shpesh? Mbaj nervat. Ashtu, ha? Mos na i trego sot. Gjë nëna. Bobo, kur ta shofi këta, thot mu, aman, më Jessica të keqe nëna, mbaj nerva të keqe nëna, mos se të trego. Po edhe një gjë tjetër që ma thot shpesh, sepse më njeh, më thot, mos jep gjithçka. Mos jep gjithmonë gjithçka, më thot, sepse shumë njerëz nuk e meritojnë. Ka shumë të drejtë, është shumë e vërtetë, sidomos në realitetin e sotshëm që kur ti mundohesh që të japësh në kuptimin e mirë, gjëra pozitive, të mundohesh që të ndihmosh dikë me të gjitha mundësitë që ti ke, kjo të merret për dobësi. Po, Sepse dhe harxhon thonë, shumë energji nga ty kjo po që mund t'i çosh diku tjetër. Pikërisht. Dhe mua më bën shumë përshtypje, kjo tregon në fakt shumë dhe për ty, sepse dikush nga brezi i tyre të thotë mos jep kaq shumë është pak e vështirë. Kjo do të thotë që me vërtet je një giver, Është shumë e vërtet. ti jep shumë. Dhe ajo të thot Dhe ajo kaq, më thotë kaq që Gjesi. përpjeku se jo të gjithë njerëzit e marrin si gjë të mirë këtë gjë. Ne folëm pak për vllajën, por si është lidhja tamam me ju të dy? Është një lidhje mrekullueshme. Do me thënë, ne jemi mbështetësi njëri tjetrit. Unë jam aty për të gjithmonë, në çdo aspekt të jetës, por ama edhe ai, pa të, jeta ime nuk do ishte kaq e bukur sa që është. Jonatani është dashuri. Edhe nuk para kam folur shumë unë për vllajën, sepse jam munduar edhe që ta mbroj pak a shumë nga kjo realiteti i social mediave, do them, sepse më duket sikur ai është një gjë kaq e bukur që jo të gjithë meritojnë që ta njohin. Unë të kuptoj shumë mirë sepse të tindje si ka me vajzën, me një gjashtë pastër që realisht të gjithë. kuptoj çfarë po thua. Do të tregoj një histori shumë të shkurtër, por shumë domethënëse. Jonatani pati një periudhë kur ishte këtu në Angli, kur kishte në klasë edhe shumë gjynaf që ta shprehinte, një djalë shqiptar që po e bullizonte, sepse fatkeqësisht ai kur ndihet i sulmuar, për të mbrojtur thjesht nuk shprehet, nuk flet, nuk. Edhe më merr një telefon, më shkruan një mesazh, edhe më thot do të më rrafi. Ka thënë se do të më rrafi, më pret jashtë shkollës.
I lash të gjitha si që kisha të puna, makina se direkt të shkolla. Kur arrita unë, nuk kishte njëri për jashta, sepse ky djali kishte ikur, por i kisha thënë vllajt, e kisha porositur mos dil absolutisht nga shkolla, rri brenda sa të vi unë. Kur erdha unë, siç thot nëna Nadirja, u kthy kolegji përmbys. U kthy totalisht. U kthy po në kuptimin që u mundova që ta mbrosha vllajin me thonjë bëre e me bish. dhëmb, absolutisht. Është gjëja më e shtrenjtë që un kam familja ime. Edhe mbaj mend që atëherë drejtori i kolegjit më tha, vllai jot do ketë gjithmonë sa herë që të jetë brenda, edhe jashtë që të kthehet për në shtëpi, do ketë security-n. Security më të. Tani, ndërkohë Gjonatani mburrej me shoqërinë që motra ime ka fol me shkollën edhe un kam security. Edhe më thot një shoqë një herë, më thot, "Moj gjesi se çam ka tregu vllai tha që shkon në shkollë me security." Po i thash, është vërtet, shkon në shkollë me security. Ai e tregonte si një diçka, ai mburrej. Edhe më bëri për ditëlindje, më kishte shkruar një letër që më ka qelluar mua këtu, më kishte shkruar: "Happy birthday. I love you very much. You always protect me. And I love you." Do me thënë, në atë mënyrë aq të thjesht, unë kam lotët e mi atë ditë, lotët e mi nuk e di, ajo letra e kam të palosur tek sekretari im, Ai po të është, percepton ty si nuk e di. superwoman, hero, dhe kjo është shumë e bukur. Edhe është, do me thënë gjithmonë, kur ndodh një diçka ndonjëherë bën edhe kastile, sepse di që unë jam gati, jam pronto, do me thënë dëshmëri Qa ke, gati të për duhet të gjithçka, security? edhe më thot, është një aty për jashta, nuk e di se qa po bën. Ku i them? Gati, po që po, është dashuria ime. Okej, përshëndesim Jonathan, nuk kam një dobësi të veçantë për fëmijët në përgjithësi. Cili është kujtimi më i bukur dhe më i veçantë që ti ke me motrën tënde? Që by the way e komplimentojnë, ishte shumë simpatike. Te fotot e fundit veçanërisht dallon të si. Motra, në qoftë se ti e ke parë vetë, është shumë e bukur. Pa. Ajo është, nuk e di, është një princeshë e vizatuar. Domethënë, çka kanë qenë gjitha genet më të bukura të familjes, i ka motra, i ka marrë të gjitha. Si princesa Sisi. Mua atë më kujton, nuk e di pse. Edhe me të kam një lidhje shumë të veçantë. Motra jeton në Itali me të dashurinë e saj, edhe kujtimi më i bukur që un kam me të, kur kemi qenë në Itali bashk, sado që ne kemi 6 vite diferencë, ne kishim dhomën e gjumit, e kishim bashk, kishim 2 krevatet edhe i kishim të ndara, po ne gjithmonë ato krevate i ngjitsim që të flinim bashk. Edhe gjendeshim ndonjëherë, arrinim duke fillonim bisedën në orën 8 të darkës, se shtriheshim për gjumë, dhe shifnim telefonin, ishte ora 4 e mëngjesit. Do me thënë, ajo vazhdote me pyetjet e saj, se thoshte që e adhuronte se si unë i shpjegoja gjërat. Ajo më bënte pyetje edhe unë i flisnim për të ardhmen, fantazonim në kokën tënde se si do ishte jeta jonë dhe ja ku jemi sot. Ju imagjinoj aty të dyja, të vogla, kishim dy arush. Italisht, kam shumë kuriozitet. Italisht, po. Me Flisni motrën flasim komunikimi. italisht. Motra nuk e ka edhe aq shumë gjuhën shqipe. E ka, do me thënë e mbron, por jo edhe aq shumë. Kuptoj, do me thënë edhe mami mos qaj, pse qanti. Edhe është shumë komike. Motra është, do me thënë, motra është pasqyrimi. Do ta them kështu, po, në të gjitha ato aspektet ku mua më është dashur që të isha pak më serioze, sepse e ndjeja që kisha detyrimet e familjes, motra është ajo ana fëmirore, që i shfaq komplet të gjitha ato ndjesitë pozitive, atë anën komike, ajo është në botën e saj, domethënë, po është. Dhe kjo prap tregon për ju si familje, për ty si Gjesh, se prap ti ke marrë ato përplasje dhe sfidat më në rast të parë dhe ajo ka qenë pak në prapavi. Po, në ashtu lidhje është me vërtet. këto Kam gjëra. vepruar si mbrojtës në një farë mënyrë, po ndjehem shumë krenare për këtë. Ka pasur një moment në jetën tënde që ti, edhe pse ke qenë e rrethuar nga kaq shumë dashuri, kaq shumë njerëz, ti prap je ndjer pak vetëm dhe a je ti duke shëruar diçka brenda teje në këtë moment? Ka qenë një moment që unë jam ndjerë plotësisht vetëm, edhe momenti ka qenë kur dola nga emisioni Love Island, ku mora pjesë, e ndjeva sikur një sy po më vëzhgonin, po asnjëri nuk po më shifte vërtet. Edhe unë isha
le të themi e mbyllur në një flusk. E shifja se çfarë po ndodhte rreth meje, por nuk po arrija që ta përjetoja, do me thënë njerëzit nuk po e kuptonin që unë isha e humbur dhe unë po mundohesha që të përmbushja dëshirat e dikujt që nuk ishte Gjesi. Do me thënë Gjesi po mundohej që të përshtatej diku në një vend që nuk i përkaste Gjesit. Edhe kjo gjë më ka shkatruar si njeri. Do me thënë, fakti që unë jam munduar me shpirt e me zemër që të ndërtoj një diçka që nuk ja vlente, më ka shkatruar si person në kuptimin që le të themi sikur pata një ftohje, një virus. Edhe virusi të lë me pasoja. Do kohë të rikuperosh. Do kohë që ti ta rimarrësh veten, do kohë që ti ta gjesh prapa të balancën, ta gjesh veten tënde, ta përmbushësh, ta përmbushësh veten tënde, ta bindesh. Të shkosh aty ku ti je vërtet, sepse ta bindesh veten që okay, po jo, kjo nuk është Gjesi, un jam e vlerëshme për diçka. Un jam krenare për veten time. Un nuk jam ai person që dikush tjetër është munduar që të më uli vlera, që të thot ti nuk çfarë je ti? Por ndoshta ndonjëherë kur e prek të fundin ose shkatrimin si thot ti, ngrihesh dhe më fort. Dhe besoj prandaj ka ndodhur. Absolutisht ngrihesh më fort. Unë pa frikë fare, mund të them që momenti kur unë dola nga lidhja që kisha, nuk kam derdhur asnjë lot. Është shumë e çuditshme, sepse njerëzit mund të mendojnë, ua, gjithë ato që ti kalove brenda në atë emision, si ka mundësi që gjithë ato ndjenja, unë nuk derdha asnjë lot sepse unë ndjeva e çliruar. Nuk pata fare asnjë keqardhje, zero. Domethënë unë e di që ato që ndjeva i përjetova totalisht, por humba veten. Edhe kjo nuk do të ndodhi kur. Kur ti do kesh një njeri afër, do të jetë një person që të vlerëson, edhe madje që të motivon, që ti të ndihesh akoma më mirë se ajo që je. Sepse njeriu që ke afër të thot, unë të dua, të adhuroj, të pëlqej, mund të bësh edhe më mirë. Dhe kjo është plotësisht kuptim fjala e partnerit. Ke jetuar në Itali, Shqipëri dhe në Angli. Çfarë të ka dhënë secili vend, por nga ana tjetër çfarë të ka marrë? Është një pyetje shumë e bukur. Shqipëria më ka dhënë identitetin. Sepse unë jam shqiptare. Por e kam lënë që isha shumë e vogël. Domethënë në Shqipëri kam ato kujtimet e vogla të fëmijërisë që janë shumë të pakta. Italia më ka ndërtuar si person, ka krijuar atë Gjesin që jam sot, ajo Gjesi që nuk e ka ndërmend që të zbresi në kompromisa për asnjë gjë, sepse është një Gjesi krenare për atë që është. Domethënë, unë gjithmonë në Itali kam qenë shumë krenare të them që jam shqiptare, madje përkundrazi i kam luftuar njerëzit që janë munduar të më bullizonin. Nuk e di a mund ta themi këtë në kamera. Jam bërë unë, ajo që bullizonte ata që mundoheshin të më bullizonin, nuk ka shans, sepse unë e di se sa vlej, ti nuk ke pse të më thuash mua që unë vlej më pak sepse vi nga një vend tjetër. Përkundrazi, unë jam munduar me shpirt e me zemër që të integrohem në një realitet që nuk më përket. Unë jam më e fortë se ti. Edhe këtë e kam jetuar sidomos në universitet kur kam pasur mësuesit që më ngelnin në provime, më ngelnin kastile në provime, thjesht sepse mendon që je perfekte ti, ktheu në provimin tjetër. E kam përjetuar edhe këtë. Nuk ka rëndësi sepse prap kam dalur e para. Kjo është shumë, do hap një parentezë shumë të shpejt, kjo mësuesja që më ka bërë këtë kur unë isha në universitet duke studiuar për të bërë infermiere, mbas disa viteve ka qenë pacientja ime. Imagjino se si rrotullon jeta. Dhe Italia më ka dhënë domethënë ka krijuar, ka plazmuar Gjesin, edhe më ka dhënë shoqëritë, më ka dhënë një kulturë që unë nuk kisha. Sepse kultura italiane sado mund të jetë ngjashme me atë shqiptare, është shumë ndryshe. Edhe Shqipëria ka akoma shumë gjëra ku duhet të punojnë pak për mentalitetin. Anglia është ai vend që domethënë ka krijuar të ardhmen e Gjesit. Sepse në Itali krijova bazat. Krijova bazamentat. Në Angli mu dha mundësia që unë me ato bazamentat të përparoja.
Të përparoja drejt një të ardhme që e kam parë në ëndra. Sepse si të thash, po të më pyesje para 5 viteve a e shef vetën tënde në Angli, në Mbretërinë e Madhe, kur në jetë, sepse unë isha shumë mirë në Itali, po që ja do të dalësh nga jo comfort zone që të hecësh akoma më përpara. Shqipëria më ka marrë gjyshin, që ka qenë një ndër njerëzit kyç të jetës time, ka qenë dashuria ime më e madhe që në familje, edhe shpeshherë mendoj si do kishte vajtur jeta ime në qoftë se ai do ishte akoma gjallë, sepse e ndjej edhe shoh figurën e tij si ai burr i fort, por prap shumë i dashur që do ishte në gjendje që ti jepte vijë gjërave. Edhe kur ti humb drejtuesin e një makine, thua, si do ecin gjërat tani. Kështu që kjo është çfarë më ka marrë Shqipëria. E lidh figurën e gjyshit me Shqipërinë. Po, absolutisht, sepse unë linda në Tiranë, gjyshin e kam pas pranë gjithmonë, edhe kur hika nga Shqipëria, unë kam qajtur aq shumë, sepse nuk doja të hikja, nuk doja që ta lija gjyshin, kam qajtur aq shumë, sa që më kanë futur në makinë me zor, sepse nuk doja, unë më shifesha, që mos të më gjenin që të hikja. Edhe bajmën gjyshi i kishte thënë gjyshes atëherë, ma tregon nëna, që unë nuk do punoj më. Nuk kam arsye tani që gjesi iku. S'kam arsye. Edhe unë gjyshin nuk e pash më. Ka qenë lidhje shumë e fortë. Shumë. Nuk doja ta përmendja këtë, ja pse. Është shumë bukur. Lidhja me gjyshet është gjë magjike e quaj unë. Ajo kënga e gjyshës është perfekte, edhe e gjyshit. Është lidhja më magjike në botë. Sorry. Italia më ka marrë babin. Italia më ka marrë babin, sepse babi nuk është pjesë i realitetit tim tani, sado që ai po jeton jetën e tij, e sado që unë mundohem ta normalizoj që, kjo është jeta dhe ja, nuk unë do bëj sa të ke mundësi, po nuk mund të shkoj jashtë forcave të mia. Kështu që Italia ka babin aty, unë e di që babi është në Itali, po nuk është pjesë i kësaj realiteti dhe mua më dhëm shumë. Sepse mendoj aty ku unë jam munduar që të jem e fort, ose mami është munduar që të jetë e fort me mua, unë do doja atë figurën mashkullore që të ishte e fort për mua, jo të isha e fort vetë. Dhe atë më ka marrë Italia. Anglia mi ka marrë të gjitha. Po qeshin dhe po qajmë se Anglia vërtet që ne ka marrë gjitha. Kjo Anglia është e tmerrshme, sepse i ka gjithat këqijat dhe prap arria gjej një të mirë. Domethënë mi ka marrë të gjitha. Më ka marrë një jetë që unë komplet e kisha ndërtuar me gjitha të sakrifica që përmban të fillosh jetën nga e para në një vend që nuk të përket. Më ka marrë forcën në disa momente që të thoja, prap ky vend nuk është imi, çfarë dua unë këtu, pse e lash gjithçka mbrapa që ta filloj prap, çfarë po bëj? Pse? Por ja që prap mi ka dhënë të gjitha, se jeta të heq, po jeta të jep. Jeta të i heq gjërat që të japin ndoshta ndonjëherë edhe diçka më të mirë. Dhe kjo është shumë e vërtet. Unë jam dëshmore e kësaj gjëje sot, sepse pas të gjitha sfidave prap jam këtu duke të treguar ty se cilat janë gjërat të bukura në jetën time. Domethënë që ka diçka që edhe janë të gjitha gjërat të papritura, se jo Anglia, po ja për shembull të merrja pjesë unë në një televizion Shqipëri, nuk ku do ma merrte mendja ndonjëherë kur. Ja ku jemi sot, që gjithçka është e mundur në jetë, por rëndësi ka që ti të jesh e fortë që ti përballosh sfidat dhe mos të dërzohesh kur. Dhe ne jemi padyshim në Power to Empower dhe në fund të gjithë kësaj bisede, unë e konfirmoj që Jessica ka fuqinë për të fuqizuar femrat e tjera. Faleminderit Jessica që ishe këtu sot me ne. Shumë kënaqësi. Edhe për ne.